Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është në kulmin e kësaj dëmshmërie apo. Shikoj në një prej ajeteve surën Tauba, ajetin 128, çka Allahu xhallahu ala thot për ta. Ajeti parafundit i surës Tauba. Allahu thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alayhi ma anittum. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ju ka ardhur juve ne i dërguar nga vetja juaj. Për juve këna nëzirë, për qituit. Apo? Ky pejgamber, si e ka të brendshëm në ti, na nuk e dim. Allahu pa e qetë në shesh, apo të brendshëm në pejgamberit për popullën e vetë. Për popullën e ti. Azizun alehi ma anittum. Azizun alehi është duke e pretuar shumë rënd të mëkatimin që ju për bën jeptëm. Shumë po i dhem gjunohi ju optëm. Subhanallah. Aziz, i dhem shumë, pse? Harisun aleikum. Nëse kjo është, do të thotë haris aleikum, haris është një kujdes i veçantë për dikën. Një kujdes i veçantë që, edhe si kurse, fëmiju i cili veç sa i ka marrë këmbët, nuk është stabil kënd veta, mundet në çdo hap më rrëzu edhe bagi keq më rrok për diçkafe, apo? E dikush i rrin anash me rujt, harisun aleikum. Ai po i ktyn tonon, ai është tu kujdes për juve që ju si të e pa këtë kujdes. I dhem gjunohi ty në pëtën. I kujna gjunohi. I atyne që e kanë plagos, e kanë qitë gjakun, apo? Ata që kanë shpif për te, e kanë dëbu nga Mekeja. E kështu më radhë. Harisun aleikum. Ky pejgamber është shumë i kujdesëm dhe juve. është shumë i interesuar për dobinë e juaj. E dëshiron me të madhe udhëzimin e juaj. Kush po dëshmon për te kështu? Allahu xhallahu ala. Dhe nuar na ju garantoj sa ato që ka dëshuar pejgamberi për Ebu Lehebin, apo është problem na me arrit në nivel me dëshiru të afërmëve tona. Kush e bën këtë? Veç ai i cili e ka të i kalu vetën e tij dhe funksionon në bazë të normave të caktuara të moralit, jo në bazë të aso që ja imponon egoja dhe nefsi i tij. Dhimbshmëria ka qenë cilësi kryesore e pejgamberit Allahu xhallahu ala. Dhe thash, kjo vallahi ka qenë te këtë pejgamberit Allahu xhallahu ala. Merë Kur'anin nga Fatiha deri te Surja Nas. Në gjysh një pejgamber ka përlat me popull vet, me fjalë, bëjeni çmendur, në gjysh të dikon, apo atëra me të vërtet krejt që ka u tha deri më tani s'ka bazë, ka bazë më quhet më shajtë më fi. Po se gjon Allah kërkon, nuk e gjen kërkon. A ka ndodhur për 23 vjet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë më i thonë tyne bodall për bodall, ju jeni bodall. A ka një herë bënë më thonë, kur vallahi, kur gjithmonë 23 vjet provokim, i shitun, i çmendun, i bom siher, e magjistare, këtë të shpreje, kur asnjë herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurajë si ka thonë, ju jeni çështë, kur. Çka po më kuptoj? 23 vjet asnjë herë ma gjej një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka në pozicionet me ndjelet e ti. Apo ose i ka umë në hyka në Medine, ju jeni kështu, një herë ma gjoj. I kanë thonë, shiko, Abdullah ibn Seluli, koka munafikët në Medine, ka thonë, se min kelbek je e kulk. Trashe qenin të hanë masane jeptën. Kune i ka thonë kështu? Në kanë ka lutu, Allah. Aja ka këthy pejgamber sa në herë me nej qenë që shtot, ose kudër, ose diçka i ka thonë? Kur, vëllaj. Kur? Se s'kanë qenë këto shprejet fjallorit pejgamber, nuk dina i me thonë kështu, Allah. Unë e kom një mision, apo unë e kom një kuptim, unë e kom një fjallor, me te unë komunikaj. Ti e kitonën, edhe ka kuptu pejgamber sa i beselullin. Apo, a dini Allah, sa e ka pas kurorën, kurora e udheqës së arabëve ka qenë, ka vendus në kokën e ti, tu e qitë në konë,
ka ardhur pejgamberi sa ja kanë hekë atë. Si ti mu? Dhim të kjo, nuk ka let kjo punë valla. Çata s'ka mujt kur me pranu pejgamberin sa e ka urrit nga thellësia e shpirtit. Pse ja ka marr kurorën pe kokë atë. Çata pejgamberi kur se ka ngusur atë. E ka kuptu, e di ku pi dham, po çka më botash? Sun ja japi pejgamber lugën se më ka po Allah. Sun ta dholla sta kshallon karrikën, po sun ta dho. E ka mirë kuptu, kur se ka ma. Çata edhe kur ka vdek, e ka pshil me gjibet vet, mi ka thushi, unë me ty kurrë s'kam. Personalisht na skim kurrë, s'e marr me ta marr ty pushtetin tën apo. Po janë do rregulla tjera që kanë imponu kush ku me kon. Allah kjo sa është e nalt kjo. Kjo çfarë morale kjo? Çfarë sjellje kjo? Wallahi vëllëruar, na pi ti kthejmë vetes tonë. Apo një herë dikush më të ofendu dikun, jo që se pështillën gjybet tona ato. Po është një procedurë veprimesh që vaj halli për ta. As dua vjen në mendim bë dua për të, s'po bëj. As edhe duaja na dhimbet për njëri tjetër me bua. Apo me bëmë na prej dikush nafsa, jo që s'meriton dua me për ta. Po Allah boft hajra. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur një ditë njëri nga shkëtina, beduin të njohur në ashpërsinë e të folurit në janë tron, njerëz të paformuar, po them kështu kushtimisht. Nga se kanë qenë po normal se tani jeta i ka shku me deve, apo e tash devja është vetvetiu e krijuar kokfort. Edhe s'ki çare pa fitu pesoj kokfortsi. Duhet me zor me ta. E tani ata tunet shumë me deve, tani kur kanë me njerëz, që ata s'ka mund me dallu kur rrin me deve, kur me njerëz. Ju nërë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam aq bukur e ka prit. Apo dhe aq shumë i ka dhënë gjëra, që para në u shku te populli i tij dhe i ka thonë: "O populli jam, o ngane Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, sa ai po shpërndoi kë, apo ashtu sikur japa që as një trosi tu të fukarllokut apo." Njëri që gjun këtu ka boll. Çto tash pak ai çaq fort ka gjujt, s'ka kqyr sa ka. Do sigurisht njëri që thjesht i ka depot e qiellit të hapura, edhe është i bindur se nuk harxhuan kurr, çashtu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çashtu ka prit musafir. Para ndër lënduar çash ka qenë mikpres Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, saqë nganjëherë ka qenë situatë vështirë, ka qenë domthon problem mi prit gjithmonë, ose kanë hongër buktaj, i ka marrë mi thonë çunë tash burra se unë kam do punë tjera. I ka marrë, ka zbrit ajet për mi thonë çunë kur tani buk, se pejgamberi po i vjen marrë, Allah s'u vjen marrë mi u thonë apo. Subhanallah. Ajet ka zbrit mi thonë, po i vjen marrë mi thonë çunë se ball ndajtet më apo. Çfarë bujari është kjo apo? Edhe çfarë shtëpi ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Çfarë shtëpi ka pas? Një dhomë që kur gruaja ti u kone shtrime, ai s'ka mujt sejdë me mua apo. Po, ka qenë me mure, me hapësirë vogël. Po më bujari e gjon. Sa të fatë kësish vallaj, sa po zgjeruan shtëpijat, po jenë në llogaritë të ngushtimit të zemrave, edhe dërshtrëngimit atë. Andaj kjo dhomë s'ban me iktu se e kena ndreq me këto. Këtu ku më është iktu? Këtu e kena për to. Gjithëm është për diçka. Apo andaj thash fatkeqësisht kanë frikë se nga luksi i tepruar dhe lakmia për këtë botë do të shndrohen shtëpiat në muzeume. Apo kanë bu me parë, me hajt me pa, çështë kanë në shtëpinë. Sigurisht kanë hotela me 5 yje, s'do me i aty me flet as me hongër, i paguni $100 me pa, çështë kanë në këtë punë atë. Nëse dikur musafirt, dikur është pagu për musafirt, tash nëse don me underuan doni musafir me mikpritën tonë, paguam për hymje me paveç, edhe mos gabon mua se na i prish orendit, kjo është lloj sunxhiri kësaj lloji, 3 herë më mund, këtu tani 1 milimetër shkon te poshtë, e bëhet problem, kjo ka u bereqetin. S'ka rahmet, s'ka bereqet. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thonë se ata që ndajnë me tjetrin, çaja është që të pret tek Allahu xhalla xhelaluhu. Na duhet t'i kthejmë këto vlera, t'i kthejmë këto virtyte, ta kthejmë këtë bujari, këtë mikpritje që kanë pas pejgamberët e Allahut te bareke o taala.